Unë të doja që emisionin e sotëm ta filloja me doktor Agronin. Para se të fillonim emisionin, unë ja thash doktor Agronit, po më duket se i pas ke 100 vjetë dhe nuk bëna i gare me këta, sepse rrëfimi yt është aq emocional, aq sfidues, sa që me të vërtetë sot ti je këtu pra neve, po na mendojmë që ke një jetë të tonë që ke kontribu për vendin. Shumë kënaqësi me të pas studio, doktor Agron. Mirë mirë edhe mu që këti. Po që unë si mjek kom fillu në Stari Tërg me minator, me punu mjek i proks përgjithshme, kom punu 13 vjetë, kom qenë edhe pjesë e greve së minatorve, mjek i minatorve. Mandej, qysh prej asoj kohë kom pas një para ndjenë që diçka ka me ndodhë me kitë Kosovë. Mas ngjarjeve të minjerës, kur filloi erdha i fundi, kishim një sasit madhe të barnave, këto që na i kishin pru nga jashtë, edhe me ata teknikët e mi bisedova, thash tim lidhim na qatë mund në barna dhe tim shefim bajgor të një teknik, me thos, dikon 7-8 thos barna i kina që antibiotik, analgetik, plotësene. I patëm shef taj nër tokë. Tash me kësi erdhë koha kur veç filloj lëvizja e UÇK-s, ato në shale, në Mitrovic, mu kësi u qelë spitali Sami Beqiri, ku i jepi popullatës ndihma e parë, se shumë pimjekve, teknikve, infermierve u qitën pi pune, atër funksionoj ke dhe nana Terez, një pjesë barnave qova në atë spital aty. Ish doktor Bajram Regjepi, ndjeri si dhe u dheqke. Mande në shalë, kur filloj lufta, unë nisa mi që barnat në shtabin e UÇK-s në shalë, atje mi u dhonë ato barna, të shku autobusi dikun të shati Mazhi, që është një gjamjere nume, nalen autobusin edhe pëhin policia edhe për na isha ato, tha, ku përshkoni me këto barna? Tash unë jam mjek në Stari Tërg edhe piqoj në ambulantën e barës, se adin që janë në nëziri. E pse as kana, thash unë, na kanë informu që ti qojmë. Edhe na vazhdum rrugën, shku mu lidhe me këta të ushtërisë, ju lam barnat edhe u këthym. Po dhe më ka pas momente, po që thatë edhe ma herët s'kem ditë qka është më tutë. Dy që shvikin një farforce që s'menojshen vetë vetën. E mande ishtu kom vazhdu si mjek në Stari Tërg, se i paten largu minatorët e punëtorët metën pa vizita mjekësore, vishin aty, i këqyrsha marrë shabana nga nana Terez në sasit mdhaja, i kontrollojsha dhe ju shpërndojsha ato ushqim thmive, kretë. Mande ju aktivizova edhe në isha nëzën si doktor shpetimit të ndjerit, e me to kështu fillum atë aktivitetin, na thërshin në për kër kish nevoj ushtria për mjek, shkojshim ka 2-3 dit, deri në momentin kur na kanë zonë Luzhan, një ekip mjekve na ishim njësa tëre me ndru ekipën e doktor Këqen. Në atë kohë aty i angazhum, po neve në nalën në Luzhan edhe që aty në maltretun deri ka ora 4-5, një kun ka ora 11, para dite në kanë zonë. Edhe kime hongër qasi dajake, që kur kom shku në shpe, njerë kena shku në Terez, mu ka dhonë ndihma e parë, se kisha lëndimet mdhaja. Gjak derdhje, edhe pe atyt me kere në ndihme shpet, ka që vëzici në Ulpian, vi që kom thonë shoqë që s'largoj thmit më së më shohin, edhe qëto. Ka vazhdu jeta, kom najtë krejt luftën aty, të pritë se më s'ka nevoj prap në athirin. Edhe mas që ati dajake që po e tregon ti prap, mas se e ke marrë vetin, prap je këthy në... Atë natë fillu bombardimet dikun ka ora 8, sa ka qenë, edhe në pegzimit më shumë kom të urdzoha, se kisha lëndim të kamës e trupit. Po qa që ukzoha që po bombardojnë, so s'bedojsha këto tjera se në qa po ndodhin.